Jemi rikthyer në studion e Star, do të flasim tani për një temë të rëndësishme dhe me interes për të gjithë qytetarët, sidomos për ata që kanë biznese. Është propozuar në fakt një paketë re fiskale për vitin 2026, e cila ka të bëjë me shuarjen dhe faljen e disa prej borxheve. Le ta themi kështu, të disa zërave të ekonomisë. Megjithatë, cilët janë përfituesit, cilët nuk përfitojnë, çfarë hapash duhet të ndjekim, si do të funksionojë gjitha dhe çfarë mund të bëhet më mirë, e diskutojmë me ekspertin e ekonomisë, Enea Rega. Mirëmëngjes, mirë se erdhe, Enea. Do doja që në këtë bisedë të jemi sa më praktike dhe të shkojmë pikërisht aty tek qytetari që ka interes ta kuptoj thjesht edhe qartë se për çfarë ka të bëjë konkretisht kjo paketë re fiskale për vitin 2026, kështu që le ta sqarojmë këtë së pari për të vazhduar më tej me përfituesit. Patjetër. Atëherë, paqja fiskale është një nismë e re e cila nuk ka ndodhur asnjëherë në vendin tonë, pra do fillojë dhe do të shtrijë efekte duke nisur që nga 1 janar i vitit 2026 deri në 31 dhjetor, por kjo do jetë në një marrëveshje me administratën tatimore dhe tatim-paguesve. Fillimisht duhet ta nis nga ata në cilën nuk e përfitojnë dhe nuk janë pjesë e paqes fiskale, janë të gjithë ata tatim-pagues në cilën ka marrë një dënim të gjykatës në formë të prerë ose janë në proces hetimor në cilën nuk bëjnë pjesë në këtë paqe fiskale dhe nuk do të përfitojnë. Gjithashtu, paqja fiskale ndahet në 3 kategori dhe në 3 fasha kohore. Duke nisur deri në 31 dhjetor të vitit 2014, janë të gjithë ata tatim-pagues në cilën kanë detyrime, do të fshihet plotësisht në mënyrë automatike nga administrata tatimore, do bëjë një fshirje totale përveç kontributeve të sigurimit shoqërore dhe shëndetësore. Pra asnjë detyrim për ata deri në vitin 2014. Pas 2014-s, që i bie praktikisht 2015-2019. Janë të gjithë ata tatim-pagues në cilën do zgjedhin që të bëjnë pagesën e komplet detyrimit të tyre gjatë kësaj periudhe deri në 30 qershor të vitit 2026 do mund të kenë mundësi që të përfitojnë 50% nga paqja fiskale. Ndërsa ata tatim-pagues në cilën nuk ka mundësi që ta bëjnë të gjithë këtë detyrim, pra për një herësh, do kenë mundësi që të vlerën totale në cilën ata kanë, do mund ta përpjestojnë për 12 muaj dhe do kenë marrëveshje me këste mujore me administratën tatimore dhe në këtë rast deri në 31 dhjetor 2026. Dhe në këtë rast do përfitojnë 25% nga falja e këtyre detyrimeve. Pra, ata që dalin me më shumë përfitim në këtë rast janë ata të 2014-s. Të 2014-s, po, patjetër. Plus që kemi dhe një fashë tjetër, e cila është nga viti 2020 deri në vitin 2024, nëse ata paguajnë detyrimin e tyre, do zhvishen nga kamatvonesat dhe nga gjoba në cilën ato kanë marrë në sistemin e tatimeve. Pra do paguajnë vetëm detyrimin principal. Ka edhe një fshirje automatike, të paktën nga sa kam lexuar unë, po ndoshta mund më sqarosh më mirë, për detyrime deri në 15.000 lekë. Si funksionon kjo pjesë? Kjo është për rastin e doganave, do kalojmë pak më vonë tek doganat, por duhet qëndroj fillimisht një herë tek administrata tatimore, sepse skema do jetë njësoj si në rastin e doganave edhe në rastin e tatimeve, përfshi dhe kohën dhe afatet e cila do jenë po njësoj që të zbatojnë në të dyja rastet. Këtu kemi një kategori tjetër për tatim-paguesin në cilën kanë niptet e tyre të çregjistruar. Pra kanë bërë aplikim për çregjistrim, por mbeten ende me detyrime në sistemin e taks të tatimeve. Këtyre do të nipti nuk është çregjistruar akoma. Nipti është i çregjistruar, por ka ngelur me detyrime. Okej. Pa këtu kemi edhe një problem tjetër, sepse duke nisur që nga viti 2021 dhe në vazhdim, pra sot që jemi, administrata tatimore ty nuk të kryente aplikimin për çregjistrim të niptit tënd, nëse ti ke pasur detyrime, por çfarë ka qenë më përpara, ata mund të bënin çregjistrimin e biznesit edhe pse kishin detyrime. Këto detyrime falen plotësisht përfshi dhe kontributet sigurimit shoqërore dhe shëndetësor. Pra ata që kanë bërë çregjistrimin e niptit, edhe kanë pasur detyrimet pa paguara, do të shpëtojnë nga këto. Po kjo është një favorit shumë i madh, sepse ata do mund të hapin niptin lehtësisht tani nëse duan që tani fillojnë po përsëri aktivitetin e tyre, si dhe ata tatim-pagues në cilën kanë bërë aplikim për çregjistrim, po përsëri kanë përfitim, sepse do mund të falen gjoba dhe kamatvonesat në cilën ato kanë në rast se aplikojnë paqen fiskale. Do të kalonim te dogana tani për ta sqaruar edhe për të bërë një ndarje dhe pse është praktikisht e njëjta skemë, e njëjta mënyrë që do përdoret. Tek rasti doganave, të gjithë ata në cilën kanë pasur taksa dhe detyrime të papaguara doganore, do të fshihen plotësisht deri në vitin 2014 dhe për 2015 dhe 2019 do paguajnë vetëm detyrimin principal deri në 2024. Pra është e njëjta skenë si në rastin e tatimeve, asnjë ndryshim nuk ka lidhur me pjesën e doganave, që do të thoja më tepër është që
dhe individët në cilën mund të kenë taksa për të paguar që kanë qenë të regjistruar sipas sistemit të doganave, është ajo vlera në cilën ti përmende, do mund të përfitojnë plotësisht nga fala e këtij detyrimi. Ne shumë përfitues, po kush e merr barrën e gjithë këtyre përfituesve? Kjo është pyetja që lind në këtë rast. Barrën e ka marrë qeveria, por unë mendoj që për shkak të pamundësisë të tyre për mbledhjen e këtyre borxheve ka bërë këto favorizime për bizneset. Pra kanë hequr dorë, nuk i mbledhim dot borxhet. Nuk ka mundësi, qoftë edhe nga burimet në cilën ka administrata tatimore, sipas mendimit tim. Një mundësi tjetër është që të gjithë kategorinë e bizneseve në cilën do duan që të bëjnë korrigjimet e bilancit të tyre, sepse për shkak të këtyre gjobave në cilën ato kanë marrë do mund të bëjnë rregullimet në pasqyrat e tyre financiare, çdo tatim në cilën do dali për të paguar me rregullimin e pasqyrave financiare do paguajnë vetëm 5%. Sot ne kemi 15% aty fitimin, por që nëse ata bëjnë rregullimin e bilancet e tyre në pasqyrat e tyre financiare do mund të paguajnë vetëm 5% në rast se ata dalin me të pagueshme aty fitim. Në fakt e përmendë rastin atyre që nuk përfitojnë, pra ata që kanë një proces gjyqësor nuk përfitojnë nga kjo paketë re fiskale që parashikon shuarjen e disa prej detyrimeve të cilat i ke pasur më herët ndaj administratës. Megjithatë, do doja konkretisht ta bënim pak më të kuptueshme për atë qytetar që na ndjek tani nga shtëpia, ka një biznes të vogël, është përfitues? Nëse ka pasur detyrime, patjetër që është përfitues. Patjetër. Sipas fashave në cilën ne shpjeguam pak më sipër. Okej, pra nga biznesi i vogël deri tek ai i madh janë përfitues nga kjo paketë e re fiskale e cila do të aplikohet në vitin 2026, që është shumë pranë, është e drejta, edhe besoj është një përfitim shumë i madh që e marrin qytetarët. Patjetër, por tek biznesi i madh ne kemi një ose është dhënë një favorit tjetër, e cila në rast se ata bëjnë një marrëveshje dhe aplikojnë paqen fiskale me administratën tatimore dhe margjin e fitimit të tyre e rrisin më shumë se sa 18%, çdo rritje të margjit të fitimit të tyre do paguajnë vetëm 5% të tatim fitimit. Pra dhe kjo është një avantazh shumë i madh në lidhje me biznesin e madh në cilën ai ka mundësi që të paguajë më pak taksa duke aplikuar paqen fiskale. Dhe këtë do ketë mundësi që ta rinovojë deri në dhe 2 herë të tjera. Pra paqja fiskale do zgjasë deri në 3 vite maksimalisht. Tani, a mund krijojë kjo paketë një efekt moral, le ta themi kështu, ku disa tatim pagues duke pasur këtë sigurin nga kjo paket fiskale aplikueshme për vitin 2026 që TSR-ve do të vijojë për 3 vite dhe fillen të shmangin detyrimet, mos jenë më të përgjegjshëm, se do thonë do vi edhe një paket tjetër e cila do mi fal detyrimet edhe do shpëtoj nga ato. Tani, çdo e mire ka një cikël që shoqërohet nga pas dhe në rastin e këtyre tatim paguesve mund të shikohet një lloj presioni që mund të bëhet nga administrata tatimore, sepse ai që ka aplikuar paqen fiskale nuk do ketë kontrolle për sa i përket fitimit të tij dhe administrata tatimore do t'i shmangë. Pra në marrëveshjen në cilën do bien me njëri tjetrin. Kjo shikohet nga atyre në cilën nuk do aplikojnë paqen fiskale si një lloj presioni në cilën ata mund të kenë kontrolle nga administrata tatimore. Por që kjo ndarje e tregut ose e atyre tatim paguesve në cilën bëjnë ose jo marrëveshje, në një farë forme është e mirë, le të themi, për shkak se i vjen favorit biznesit. Gjithsesi, aplikimi i paqes fiskale është një gjë shumë e mirë dhe është një mundësi që biznesi të ecë përpara, pse jo? Nga ana tjetër, a duhet bërë me aplikim, pra si është procesi? Përfiton automatikisht? Konkretisht ne duhet presim udhëzimin në lidhje me këtë gjë, sepse nuk ka dalë ende. Fillon nga janari i vitit të ardhshëm. Kjo që ne po flasim është projekt ligji, pa pasur një udhëzim nga ministri përkatës, por unë mendoj që do jetë një marrëveshje, siç një tatim pagues ka detyrime dhe mund të lidhë sot një marrëveshje me administratën tatimore, e njëjta gjë do aplikohet dhe për paqen fiskale duke nënshkruar një marrëveshje e cila biznesi premton, siç tham në rastin e 18%, që ai mund të rrisi të ardhurat e veta që të pagojë më pak tatim mbi këtë 18%. Nëse kjo bëhet një skemë e zgjatur për shumë kohë dhe për te atyre 3 viteve të parashikuara, cilat mund të jenë efektet për ekonominë, për ecurinë e biznesit shqiptar, për buxhetin e shtetit nga ana tjetër, që le të themi, siç e sqaruam më herët, ne merr një barr mbi supet duke hequr këto detyrime të cilat
janë të pashlyera nga një pjesë e mire e bizneseve. Patjetër ai mund të marrë një barë përsipër, por fillimisht paqja fiskale ka një efekt pozitiv, sepse ai do mund të mbledhë detyrime në cilën tashmë nuk i mbledh dot dhe i ka të humbura. Pra u jep këtë mundësi subjekteve në cilën ata ta paguajnë pa gjoba, pa kamatavonesa, ose mund kemi një kategori tjetër të atyre në cilën do mund të bëjnë dorëzime e deklaratave të tyre deri në datën 30 qershor, se këtë nuk e sqaruam, ata në cilën kanë deklaratë pa dorëzuara do mund të i gjenerojnë ato deri në datën 30 qershor të vitit 2026 dhe nuk do kenë gjoba apo penalitete në lidhje me plotësimin apo për deklarim të vonuar apo për mos dorëzim bilancin në kohë, e gjitha këto me radhë subjektet do mund të përfitojnë. Tani, lidhur e gjithë kjo, se si do ndikojnë në buxhetin e shtetit, ne këtë do duhet ta shikojmë në bazë të projekt buxhetit në cilën do jenë çdo vit dhe rezultatin në cilën do ketë administrata tatimore në vitin 2026, pra kur mbarojë e gjitha ose ato se çfarë mund të mbledhin nga këto subjekte. Duke parë këtë, atëherë ne mund të flasim, por sot ne shikojmë një qasje pozitive në cilën bëhet midis administratës tatimore dhe biznesit. Po të rikthehem pak kohë më parë, pati një tjetër lloj falje të shtetit për disa gjoba. Patjetër kishte edhe ajo disa kritere. Po të rikthehem akoma më parë, kohës së pandemisë, pati edhe një falje për ato masat parandaluese që një pjesë e mirë e qytetarëve nuk i zbatoi. Tani pyetja që lind, a mund të krijojmë ne një ekonomi të shndrueshme duke falur gjoba sa herë që tjetë nevojshme? Shiko, në këtë rast, ato kanë qenë si një lloj amnistie, por në këtë rast nuk e kemi pasur asnjëherë. Pra paqja fiskale nuk është aplikuar më parë në vendin tonë. Kjo është folur disa herë ose administrata tatimore është qasur disa herë me ndërlikime shumë në lidhje me biznesin. Një herë kategoria profesionistëve të tjerë tatoheshin, një herë tjetër jo. Pra, gjithë ndryshime që është pasur, mendoj që ka qenë në favorit të biznesit edhe gjatë tyre kohëve, për shkak se vjen një falje dhe një përfitim, nëse ti ke detyrime. Dhe këto detyrime ti nuk i paguan sepse ty të i falë shteti. Atëherë kjo është një anë pozitive, por duke e parë në nivel makro, sigurisht që nuk mund ta shikojmë dhe aq pozitivisht ose me favorit në lidhje me të ardhurat e buxhetit të shtetit. Do doja që në përfundim fare ti rikujtonim edhe një herë të gjitha përfitimet nga kjo pakete re fiskale që nis nga janari vitit 2026, nga fillimi i vitit të ri. Okej, deri në 2014 thamë që do falen tërësisht përveç kontributeve të sigurimit shoqërore dhe shëndetësore, pra çdo gjop kamatavonesë në cilën ti ke pasur. Nga 2015 deri në vitin 2019 do mund të paguash vetëm 50% të vlerës nëse ti këtë pagesë e bën deri në datën 30/6/2026. Dhe nëse ti aplikon marrëveshje me administratën tatimore, deri në 31 dhjetor të vitit 2026 do paguash vetëm 75% të detyrimin e cilën ti ke pasur. Nga 2020 deri në vitin 2024 do paguash vetëm detyrimin principal, pra gjoba dhe kamatavonesa, këto nuk do t'i paguash. Unë falenderoj shumë e para për qartësinë me cilën ti e ke shpjeguar një temë e cila mbase qytetarët shpeshherë i çon drejt kërkimit të burimeve të ndryshme për ta kuptuar. Fare thjesht po besoj që ishim shumë të qartë në këtë bisedë. Falenderoj.